Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se procesi i integrimit evropian të Shqipërisë ka hyrë në një fazë vendimtare dhe ka cilësuar këtë moment si një kombinim të suksesit diplomatik dhe përgjegjësisë institucionale për vendin. Erdhëm në ditën kur Shqipëria hyri në fazën e re dhe të fundit të rrugtimit të saj evropian, duke mbyllur fazën e çeljes së kapitujve të negociatave dhe duke hapur fazën e mbylljes së tyre. Rama theksoi se progresi deri tanishëm në negociatat e Bashkimit Evropian nuk përbën vetëm një arritje procedurale, por pasqyrim të reformave të thella të ndërmarra gjatë dekadës së fundit, dhe veçanërisht në fushën e drejtësisë, luftës kundër korrupsionit dhe forcimit të institucioneve demokratike. Jemi ulur dhe kemi miratuar disa vendime të rëndësishme që lidhen me Shqipërinë që duam të ndërtojmë deri në fund të kësaj dekade. Një Shqipëri për cilën puna përqendrohet sigurisht tek përmbushja e objektivave që kanë të bëjnë me mbylljen e 33 kapitujve të negociatave sipas kalendarit dakordsuar, në mënyrë që të realizojmë objektivin. Kryeministri bëi të ditur se objektivi strategjik i qeverisë mbetet mbyllja e negociatave deri në fund të vitit 2027, në një periudhë ndërmjetëse në vitin 2028 dhe synimi për anëtarësimin në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030.